Ka një zhvillim të çasteve të fundit, gjykata e posaçme ka caktuar një masë sigurie ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kolegja Glidona Daci na përcjell tani më tepër hollësi në lidhje me zëvendës kryeministren, e cila rreth 3 javë më parë u morë pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Glidona, të përshëndes, cila është masa për zëvendës kryeministren? Pas kërkesës së bërë nga ana e prokurorit Dritan Prinçi, nga ana e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila është drejtuar gjykatës me kërkesë për caktimin e masës së sigurimit në ngarkim të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe njëherë as ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, gjykata e posaçme, e cila është përfaqësuar në këtë proces nga gjyqtari Eron Çela, ka vendosur të pranojë kërkesën e SPAK dhe ka caktuar masën e sigurimit në ngarkim të zonjës Balluku, masa e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve publike dhe ndalimi për të dalë jashtë vendit. Për të dyja këto masa, në fakt edhe në rastin që kemi parë më herët për faktin që kërkohet autorizim nga ana e Këshillit të Mandateve, duke qenë se gjykata kushtetuese në rastin e zotit Berisha është shprehur që nuk është e nevojshme për masën e sigurimit detyrim paraqitje ose ndalim për dalje jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve të tyre, nuk kërkohet për autorizim nga kuvendi dhe për këtë arsye gjyqtari Eron Çela ka vendosur këto dy masa sigurimi në ngarkim të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndërkohë që vendimi është marrë ditën e sotme nga ana e gjyqtarit Eron Çela në një seancë e cila është zhvilluar në dhomë këshillimi pas kërkesës së bërë nga ana e prokurorisë posaçme ku zonja Balluku thirr dhe u mor zyrtarisht e pandehur për veprën penale dhe shkeljes së barazisë në tendera sa i takon çështjes së tunelit të Llogaras. Kërkesa për pezullim nga detyra është bërë tani apo kur zonjës Balluku ju komunikua dhe akuza nga ana e SPAK-ut? Pra kemi një thellim të hetimeve apo thjesht tani u doli vendimi i gjykatës? Sa i takon në lidhje me këtë çështje do të mbetet për të parë në momentin që do të kemi ndoshta edhe një njoftim zyrtar nga ana e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ose të sigurojmë edhe vendimin për caktimin e masave të sigurimit, apo ty duhet parë se kur është bërë zyrtarisht kërkesa nga ana e prokurorisë posaçme. Edhe në njoftimin zyrtar për shtyp, kur zonja Balluku u mor zyrtarisht e pandehur së bashku me disa persona të tjerë për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera sa i takon çështjes së tunelit të Llogaras, prokuroria posaçme ishte e kujdesur që të theksonte në njoftimin e saj për shtyp që përpos hetimeve për shkelje të barazisë në tendra janë duke kryer edhe një sër veprimesh të tjera hetimore që lidhen pikërisht me abuzimet sa i takon kësaj çështje. Por duke qenë se zonjës Balluku ju komunikua zyrtarisht akuzë e shkeljes së barazisë në tendra, SPAK ka lejuar më pas edhe me konfirmimin në një farë mënyrë edhe të masave të sigurimit, duke qenë se tashmë dosja pritet të zbresë zyrtarisht në dyert e gjykatës, aty ku do të caktohet edhe gjyqtari i seancës paraprake dhe më pas edhe betejë në gjykatë për sa i përket kërkesës së SPAK për kalim apo jo përgjigj të kësaj çështje. Gjithsesi, prokuroria posaçme edhe në njoftimin e saj për shtyp e theksonte që është duke vijuar hetimet. E qartë, mbetemi një komunikim zyrtar edhe të gjykatës së posaçme për të parë aty më tepër hollësi në lidhje me këtë rast. Pra lajmi i fundit, zonja Balluku është pezulluar nga detyra dhe gjithashtu i ndalohet edhe dalja jashtë vendit. Gjykata e ka miratuar të kërkesës SPAK-ut.